Sipas një legjende të vjetër indiane, 600 vjet para Krishtit, një mbret humbi djalin e tij në luftë. Një matematikan, një njeri i mençur i asaj kohe, ndoshta ka qenë këshilltari i tij, krijoi një lojë, e cila quhet sot loja e shahut. Dhe pasi mbreti e pa këtë lojën e shahut, u kënaq shumë nga kjo lojë e shahut, donte ta shpërblente këtë njeriu e mençur dhe i tha çfarë do, çfarë kërkon si shpërblim. Ai tha dua si shpërblim vetëm një kokër orizi te kutia e parë, 2 te kutia e dytë, 2 fishin te kutia e tretë, 2 fishin e kutisë tretë te kutia e katërt, e kështu me radhë, deri në kutinë e 64. Mbreti mendoi se kjo është një kërkesë shumë e vogël dhe nisi të plotësonte dëshirën. Por ai shumë shpejt pa që kërkesa për oriz po rritej shumë në formë eksponenciale dhe nuk mjaftonin as hambaret e mbretit që të plotësonin dëshirën e mendimtarit e njeriu të mençur. Si shihet konkretisht në këtë eksperiment, kokrat 2 fishohen në çdo kuti dhe në rreshtin e parë duket sikur nuk ka ndonjë ndryshim të madh, por në rreshtin e dytë shihet që vëllimi rritet shumë. Në këtë kuti kemi këtë kuti këtu kemi këtë çypin e vogël, këtu kemi këtë gogën e madhe këtu, pastaj në këtë kuti kemi këtë sasin këtu dhe në kutinë e fundit kemi këtë enën e madhe. Në fund të rreshtit tretë, në kutinë e 24, do mbushnin vëllimin e një dhome me thjerza, ndërsa në fund të tabelës së shahut, në kutinë e 64, do mbushnin një vëllim cilindrik me diametër 2 metra të gjatë deri në hënë. Me anën e lojës së shahut, ky njeriu i mençur i dha mbretit 2 mësime. E para është që mbreti është i varur nga ushtarët dhe nga oficerët, pa ato ai praktikisht nuk është asgjë. Dhe mësimi i dytë është që bota është shumë e ndërlikuar nga ç'e mendojmë neve. Jo ashtu siç e mendoi mbreti, po si i doli më vonë.